Ndërsa situata nga përmbytje tashmë ka kaluar, vëmendja mbetet te masat për përballimin e situatave të zjarreve dhe problematikave që ato sjellin. Iliria Nasani, kreu i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për rajonin e Jugut, thekson se masat duhet të merren duke u bazuar në evidentimin e problematikave të vitit të kaluar. Hasani theksoi se ka vend për ndërhyrje dhe përmirësime, duke nisur nga ndërlidhja dhe komunikimi me radio, si dhe përmirësimi i shërbimit zjarfikës në Mjete dhe Pajisje. Ky është një shërbim që në Bashkinë e Vlorës, por dhe në Selenic lë për të dëshiruar. Viti 2025 shënoi situata të vështira, ndërkohë që çfarë duhet përmirësuar është dhe ndërhyrja në rrugët rurale, për të shkuar sa më pranë batrave të zjarrit dhe për të siguruar një reagim sa më të shpejt, sipas Hasanit. Duhet përgatitemi për zjarret për të cilat duhet përfitojmë nga eksperienca e 2025, e cila ishte shumë e ngarkuar, me zjarre masive në disa zona, në pjesën e Jugut, Vlora, Bashkia e Imarës, Bashkia e Sarandës, e Finiqit, e Delvinës, po kështu edhe Selenica më pak. Duke shfrytzuar këtë eksperiencë, është mirë që mbrojtja civile që funksionon në pushtetin vendor, pra njësitë e mbrojtjes civile që funksionojnë pranë bashkive, duhet që të shfrytëzojnë të metat edhe topsit dhe prej tyre të nxjerrin mësime. Cilat do të ishin më kryesore nga ato që ne kemi nxjerrë nga eksperienca e zjarrit para. E para njëherë është zinxhiri komandues, i cili me thënë të drejtën nuk ka funksionuar ashtu siç duhet. Sistemi i komunikimit të hershëm, quhet, pra njoftimi i hershëm dhe veprimi me njershëm, i cili ka efektin më të madh. Nëse veprohet në momentin që merr sinjale për një zjarr, veprohet me forca dhe mjete të shpejta, është më mirë se sa dhe eliminohet më shpejt dëmi se sa të kërkohen forca dhe mjete dhe kjo të zgjatet në kohë. Një tjetër është vënia e mjeteve të zjarrfikësve në gatishmëri. Po të flasim për Bashkinë e Vlorës, mjetet zjarrfikëse lënë për dëshiruar, për shkak të amortizimit të tyre, mos arritjes për të blerë mjete të reja zjarrfikëse, po jo vetëm mjete, por edhe pajisje, duke filluar nga kundërgazi, veshjet, kundra zjarrit e të tjera, të cilat janë parë si mangësi gjatë 2025. Po kështu një problem i rëndësishëm që duhet riparohet është ndërlidhja. Ndërlidhja jo nëpërmjet celularit. Nuk mund të komandohet forcat dhe mjetet në situatë zjarri nëpërmjet celularit. Pra ato kërkojnë ndërlidhje me radio. Dhe kjo gjë duhet me patjetër që të realizohet, paktën për 2026, nëse do duam që të kemi efektivitet në fikjen e zjarrit. Po kështu janë masat paraprake që ne u bëjmë thirrje që tani bashkive të qarkut të Vlorës, është hapja e rrugëve atje ku ka precedent për të rënë zjarri, atje ku ka risk, pra rrugëve rurale ose kalimet të mjeteve qoftë edhe të vogla, për të ngjitur afër majeve, pyjeve, ose dhe lëndinave dhe arave të tilla që janë të pa komunikueshme deri tani me rrugë automobilistike. Gjithashtu, ne dim që fshatrat në përgjithësi janë braktisur nga banorët. Dhe shumë shtëpi janë të pabanuara. Duke qenë pabanuara nuk mirëmbahen oborret e tyre, nuk pritet bari, shkurret, ferrat që mbijnë aty. Dhe kjo është një detyrim për bashkitë që përpara se të fillojë fushata, domethënë fillojë ngritja e temperaturës, jo fushata, ngritja e temperaturave të cilat bëhen shkak për zjarret, ato duhet pastrohen. Mënyra se si do realizohet, kjo do zgjidhet nga bashkitë. Fondet i duhet shfrytëzohen, prapë to duhet të shikohen nga bashkitë, por për këto raste edhe për rrugët, edhe për ndryjet, për pastrimin e banesave në fshatrat të shtëpitë e braktisura, AKMC-ja ka vënë në dispozicion fondet e kushtuara për bashkinë, dhe bashkia këto fonde për këtë punë duhet të shfrytëzojë. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për rajonin e Jugut thekson se kjo është periudha kur duhen marrë masat përpara rritjes së temperaturave, ndërkohë edhe në fshatra duhet ndërhyrë për eliminimin e sipërfaqeve me shkure dhe barrera të thata. Në përgjithësi, mjetet zjarrfikëse dhe forcat zjarrfikëse janë llogaritur në bazë territorit që mbulon bashkia.
Nëse do ta marrim si forca zjarfikse, për mua është e mjaftueshme ajo që ka Vlora, forca zjarfikse, por mjetet zjarfikse janë të pakta. Pra Vlora ndoshta është në bashkitë më të dobta të paktën në qarkun e Vlorës, duhet përjashtoj vetëm Selenicën, sepse Selenica ka vetëm një mjet dhe punën e Selenicës ose ndihmën e Selenicës e jep Bashkia e Vlorës me mjetet që ka ose Bashkia e Marrën në zonën kufitare. Por bashkitë e tjera, Himara, Delvina, Konispoli, Saranda, Finiqi janë të mirë pajisura me mjete. Në vitin 2025, rastet e zjarreve shënuan rritje duke bërë gjithmonë më sfiduese përballjen me to. Raporti i Drejtorisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi për vitin e shkuar tregon se situata u bë më e vështirë dhe në kushtet e ndryshimeve klimatike. Megjithatë, dokumenti nënvizon se krahasimi me rritjen e zjarreve tregon se ndikimi parandalues i inspektimeve mbetet i kufizuar dhe kërkon riorientim drejt sektorëve me risk të lartë. Ndërkohë gjatë vitit 2025 ka pasur një rritje të ndjeshme edhe të ndërhyrjeve, duke reflektuar një ngarkesë operative më të lartë. Ndaj që tani, sipas kreut të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për rajonin e Jugut, Ilirian Hasani, duhen marrë masat e nevojshme për të shmangur problematikat e ngjashme në të ardhmen.